Jemi rikthyer sërish në studio, vjom të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt edhe për këtë pjesë të programit Studio Live, ndërsa para se të ndalim tek tema e diskutimit, po ju njoh menjëherë me zhvillimet kryesore të ndodhur që në orën 18. Ilir Meta do të mbetet në burg edhe me vendim të gjykatës kushtetuese. Mastrin e sigurisë ndaj tij e ka legjitimuar dhe institucioni më i lartë i drejtësisë në vend. Kushtetuesja thotë se arresti me burg ndaj Metës është marrë bazuar në dyshim të arsyeshëm, i cili mbështetet në fakte dhe informacione, ndaj konsiderohet si i lishëm dhe proporcional. Kërkesën e Metës për mënyrën se si u arrestuaj, gjykata kushtetuese thotë se nuk e ka marrë fare në shqyrtim, pasi ngjarja po hetohet nga Prokuroria e Tiranës. Për Ervis Berberin i shkreu në ARSH si akuzuar për shkelje të barazisë në tender, korrupsion dhe mashtrim, dhe 20 të pandehur të tjerë të ketë gjykim të shkurtuar. Më 17 prill, SPAK pritet të kërkojë dënimet për të akuzuarit, ndërsa i vetmi që do të gjykohet në proces të ndarë është biznesmeni Walter Bega, i cili zotronte në letra kompaninë Dam, pas të cilës de facto SPAK thotë se fshihej Berberi. Efekti i armë pushimit SBA Iran u ndje menjëherë me rënien e çmimit të naftës në tregjet e huaja, për rrjedhoi bordi i transparencës në Shqipëri. Uli me 4 lekë naftën dhe vendos çmimet e reja të karburanteve. Nafta do të shitet me 220 lekë për litër ose 4 lekë më pak. Nuk ndryshon çmimi i benzinës, mbetet 181 lekë për litër. Kryeministri Rama ripërsëriti bindjen se antarësimi i vendit në BE do të realizohet brenda vitit 2030, nga Asamblea Socialiste në Lezhë, duke shpjeguar në mënyrë të detajuar marrjen e miratimit për ribarin. Rama e krahasoi këtë proces me një ndërtesë me 2 kate. Sipas tij, fillimisht plotësohen detyrat e katit të parë atë Komisionit Evropian dhe më pas ata i paraqesin dokumentat tek vendet anëtare. Rama tha se nuk funksionon vetëm me çfarë i ke bërë, por sa gati janë të 27 vendet që të thonë po, dhe mjafton një jo që procesi nuk bëhet. Partia Demokratike ankohet se në 6 muaj në kuvend asnjë kërkesë asaj nuk është marrë parasysh. Në mbledhje me deputetët, kreu i grupit Gazmend Bardhi paraqiti një raport të cili thotë se do t'ia dërgojë kuvendit e ambasadave, ku thuhet se ndaj opozitus po kryhet një sulm i hapur përjashtimesh nga seanca, por edhe nga proceset e rëndësishme si ai i integrimit.